Ndërlikuar është në fshatrat që janë jashtë argjinaturës të lumit të Seman. Sipas burimeve të informacionit, prej 3-4 orë situata është e njëjtë, është pothuajse rreth 70 cm, 80 cm poshtë pikës maksimale të argjinaturave. Situata janë në sipërfaqe toke të shumta me rreth 100 ca hektar të mbjella me jonxh dhe me grur në fshatin Suk, në fshatin Arapaj dhe në fshatin Mbrostar dhe në Belin. Banorët kanë pohuar se vetëm mesditën e sotme janë dukur deputetët e forcave politike që të takojnë banorët e fshatit dhe të pyesin për çfarë kanë nevojë. Ndërkohë që në Bashkia e Patosit ka filluar që të hetë dhe të vendosin pikat kritike të argjinaturës disa thas të mbushur me rer për të përforcuar ato që mos kenë probleme. Gjithsesi, kjo është situata aktuale që është në qarkun e Fierit, ndërkohë që thuhet se pritet nga momenti në moment që dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu të shikojë nga afër situatën në fshatin Mbrostar dhe në lumin e Semanit, ndofta mund të japi dhe ndonjë konferencë për shtyp. E qartë, faleminderit Xemil për raportimin. Faleminderit juve. Nga Fieri shkojmë në Vlorë tani, aty situata ka qenë më problematike me dalje të lumit Vjosa nga shtrati në disa zona, të tjera problematika që lidhen me mungesën e energjie elektrike, kështu me radhë në fshatra të ndryshëm. Gentian Gëllqiu është që po ndjek situatën, ju e shihni nga afër, është në terren ai. Genti, sa problematike është situata? Jo, përshëndes, atëherë ndodhim te kur e mi foli, tu ku ishte problematika më e madhe, kur fillimisht ditën e parë pati përmbytje pas daljes së lumit Vjosa, që shkaktoi dhe përmbytjen e banesave të para, por në këto momente që flasim, situata është më e qetë, pasi niveli ka rënë, ka vajtur në 6.10 cm mbi nivelin e detit. Pra është tërhequr dhe në pjesën kur ne ndodhemi në këto momente, kishte ujë në këtë zonë, por ujë po të rriqet pas po shkon drejt në shtrat lumi Vjos. Pra, ndërsa banorët shprehen të ende të friksuar se sipas tyre nëse pritet të ketë prurje nga Greqia apo nëse do të ketë rreshje shiu siç raportuar për këtë javë që do të ketë rreshje me intensitet të lartë, rreziku është ende, por gjithashtu dhe emergjenca civile sapo ra niveli i lumit Vjosa dhe forcat e ushtrisë u larguan menjëherë nga zona ku ndodheshin poshtë urës së mifolit prej 4 ditësh që monitoronin lumin, por në njësinë administrative në Novosel doja të theksoja se janë 14 banesa të përmbytura, 3 janë tek poshtë urës së mifolit, ndërsa 11 janë në